Një aktivitet përkujtimor dhe ndërgjegjësues u mbajt në Shkodër nga Shoqata e Miqësisë Shqipëri-Vendet Arabe në kuadër të 34 vjetorit të veprimtarisë së saj. Çështja palestineze nuk u zgjidhi, ishte konferenca që synon të nxjisë diskutime dhe reflektim mbi situatën aktuale dhe zhvillimet historike të kësaj çështje. Historia 78 vjeçare e Palestinës, shumë e përgjakun, shumë martire, në fund me një genocid të mërshëm në Gaza, e mbyll ose më mirë me thonë po prezanton para botës se çështja palestineze nuk po gjen zgjidhje. Dhe duke studiuar ngjarjet e Palestinës dhe gjithë historinë e saj, shumë filozofë, teoricianë po dhe politikanë kanë arritur konkluzionin se shumë gjëra janë thënë se do hobnoll kështu dhe me të vërtetë ndodhi. Njeriu i parë që ka vlerësuar çështjen palestineze ka qenë presidenti amerikan Roosevelt. Dhe njeriu i fundit që ka bërë një përcaktim qartë çështjes palestineze është Muammar al-Kaddafi në librin e tij Filistinia, ku në atë libër thotë, nëse ju arabët nuk do merreni me çështjen palestineze dhe me naftën, do vinë dita që Amerika dhe Izraeli do t'ju rrafshojnë, do t'ju shkatërrojnë. Dhe sot jemi në ditën kur Izraeli, agresori më i madh i Mesut, e ka bërë rrafsh jo vetëm Palestinën, po krejt Gazën. Shoqata e Shqipëri-Vendet Arabe është kriju përmirësi dhe ja ka arritë qëllimit, sepse në Shkodër, Shkodra është vendi i themelimit, intelektualët e Shkodrës janë dhe duhet përshtet të gjithë pa përjashtim, janë nisëtar, por ja ka arritë qëllimin se ka kriju një bashkëpunim shumë serioz me Vendet Arabe. Të pranishmit patën mundësi të shihnin nga afër dhe ekspozitën kushtuar 34 vjetorit të kësaj veprimtarie të shoqatës, si dhe situatës në Gaza, duke u kthyer kështu një hapësirë bashkëbisedimi dhe shkëmbimi mendimesh mbi situatën në vendet ku aktualisht ka luftë dhe përplasje.